domethënë janë përzier, kur femra, si më thonë, ka marrë një farë roli të burrit, ku kjo pavarësia, domethënë punësimi, shkollimi, po e themi se unë përgjithësi e ndaj këtë feminizëm në feminizëm modern ose produktiv edhe në feminizëm radikal. Pra feminizmi modern ose produktiv është që feminizmi ku femrat kërkojnë barazi në tregun e punës, barazi në shkollim, barazi në çështjet që janë esenciale dhe bazike, ndërsa ka aspekti tjetër barazimi i roleve. Është një çështje që i kalon kompetencat e femrës, është një çështje që pastaj krijon çrregullime shoqërore siç e kemi pa edhe na, siç e kemi pa na edhe në të kaluarën, për shkak se ne i shohim familjet tona në shoqërinë tonë kosovare, i shohim domethënë rolet kanë ndryshuar. Nuk e din familje kush është nana, kush është baba, domethënë shpesh herë fëmijët ose prindrit detyrohen me bë punë të grave të cilat duhet t'i kryejnë gratë.